Unë jam që 16 vite me psoriaz, me sëmundje të lëkurës. Nuk e kam besu se erdha në gjendje shumë të rëndë, do me thënë tepër të rëndë, ndoshta 90% e trupit ishte në gjendje të rëndë, po erdha me një besim se atje do të lirohem edhe shërimi do të ndodhë. Përveç asaj, unë edhe 2 javë para se të nisem për retreat, kisha një si ndezje, ngjis, sikur inflamacion, mandej jo më thanë mund të jetë edhe tumor, edhe duket sikur tumor, duhet hiqet. Edhe mjeku mu ma caktoi, tha me 22 maj, tha mundem tha të operoj, tha kjo duhet patjetër tha të hiqet. Unë nuk pranova. Thash jo, thash unë nuk mundem thash të operohem, thash a mundem mas 2 dite unë shkoj thash për 24 të ishim në retreat. Pa kështu tha çka është ajo retreat? Ja shpjegova pak, tha ne mjekët tha vetëm thikën, tha e dim tha nuk dim si sen dhe tjera. Thash unë njerë kam e shku, thash në retreat, kur të kthehem thash dëgjojemi. Po tha unë tha shkojmë kin, tha mandej mos është bon. S'ka lidhje thash, kur të kthehesh takohemi. E tash javën e ardhshme duhet mu taku me mjekun, po nuk e di ndoshta kam ja bënë një surprizë se unë nuk kam prej ditës fundit në retreat, kur edhe e dhash lajmin, unë nuk kam asnjë gjë asgjë në trup. E kam ndjej retreatin hala pa ardha aty. Edhe kur e shpjegoj që kemi mu knaq, nuk e dini çfarë ndjesia është retreati, unë veç disi isha e përgatitur, po asnjëherë nuk më kishte shku ndërmend se është ai përjetim. Përshëndetje miq të dashur, përshëndetje, uroj të jeni mas miri në botë. Unë prap vi me një intervistë tjetër, e para se të fillojmë intervistën, unë du me e thonë një thonje të preferume timen që nga fillimet e mia e preferoj dhe e du dhe shumë njerëz e përdorin edhe sot, po disa nuk është që vetëm e kanë dëgju, po disa vërtet e kanë përdorur në jetën e tyre, e këtë e ka bën edhe Majlinda që e kemi sot këto. E thonja është kur ti ndryshon shikimin në atë çka shikon, ajo çka shikon ndryshon. E na vërtet mujmë me bën ndryshime dhe këtë e vërtetojnë qindra njerëz që janë në akademi, po Majlinda është vërtet një shembull dhe arsyeja që e kemi marrë një ndër të parat në intervistë është sepse ka ndodhur shumë shpejt ose afër, që me i thonë një ndryshim i madh tek kjo një shërim në retreat Infinity. Dhe vërtet, kur na fillojmë me besu në mrekullit ndodhin. Majlinda, mirë se ke ardhur sepse unë du që ti flasësh shërimet e tua. Unë fillimisht vetëm një do e tham para njerëzve dhe tjerat do na i thush ti vetë krejt ndryshimet. Majlinda është shëruar nga sëmundja e likurës, nga psoriaza. Majlinda, faleminderit që je sot këtu me mua dhe me mia njerëz tjerë që kanë me dëgju këtë intervistë dhe kanë me na pa. Përshëndetje Valentina, faleminderit shumë për ftesën dhe për vlerësimet e tua. Edhin që unë kam një dallë në atë aspektin, jam rrit me ty këto vitet e fundit, edhe me thonë edhe gjumin kur e kam bërë, kam dëgju ty. Transformime të unë ka pas shumë. Periudat kur unë kam fillu të ndjek, faktikisht ka qenë mbas pandemisë, në periudhën e pandemisë, mbas lindjes vajzës, 2004. Edhe atëherë kisha ato problemet normal mbas lindjes, probleme hormonale, pandemia, izolimi, nuk isha në punë. Dhe nisa me disa videot e tua në Instagram. Mirë po, nuk i ndëgjojsha në vazhdimsi. Periudha kur më shumti ku marr hof është në vitin 2023, ku në seminarin kur e kishit në Prishtinë. Atëherë ishte takimi jon i parë, ku unë atje kam përjetu një ngjesi shumë të çuditshme edhe të mrekullueshme. Kur u ktheva rrugës për në Shkup prej Prishtinës, nuk e njihsha veten ato momente. Thash, ose unë nuk di të jetoj, ose pas ka jetë tjetër. Erdha, po prap ju ktheva programit vjetër. Mirë po një gjë, mbeti në kujtesë, njëri nga mentorët që ishte aty bashkë me ty, e ceki më duket ishte Ardian Hoxha, që është edhe kushërir jem pak më i largët,
Tha, nëse 1% tentoni të ndryshoni në ditë, për 365 ditë ndryshoni shumë. Edhe e përmendi se duhet lexojmë vazhdimisht. E unë aty e bora një program timin, thash, okay, do ta ndjek, do ta provoj. Shoh ku do të dale. Çdo ditë mundohesha që të bëj një ndryshim. Për mirë. E përmirësoja veten. Për një vit unë ndryshova shumë. Lexojsha shumë, mirë po disiplinën nuk e kisha. Mandej vendosa të inkuadrohem, të regjistrohem në akademi. Në momentin kur u regjistrova në akademi dhe e kishim kursi i parë atëherë ishte transformohu për 21 ditë, 20 ditë transformim ishte me yoga e meditim mëngjes. Aty rregullisht kam marrë pjesë, edhe e pash që këtu definitivisht problemi nuk është te askush, po është vetëm te vetja, te disiplina jonë. Pse normal të kalumën, çdo herë kur ka ndodhur diçka, jo ky i ka fajat, jo ajo i ka fajat, jo dikush më ka shqetësu, në top shqetësimet ishte dikun tjetër, e kemi drejtu. E aty e kuptova se duhet shumë punë, e disha që ndryshimi nuk është i lehtë, isha e vetëdijshme, sikur shumica që janë të vetëdijshëm thonë, jo, unë nuk ndryshoj, nuk mundem, unë jam kjo. Me 28 ditë transformim, unë edhe yoga më hyni shumë qef, që vazhdoj edhe sot e tutje me Rominën që e kam zemër, jam edhe të ajo në yoga ushtroj, po aty nisa më e kapa thelbin, e kuptova edhe meditimin, se çfarë ndryshime mund të bëj te vetja. Mandej nisa kursin tjetër, kur ishim në akademi, transformo veten, inteligjencën financiare dhe gradualisht unë vetëm rritesha, e ndjeja ndryshimin tim. Shumica rrethi m'akuzonin, talleshin, mirë të bu diçka që nuk e bën askush. Okej, thosha për vete e baj, ta shoh ku do të shkojë. E kur e bora inteligjencën financiare, kur e mbajtëm kursin, edhe jo, në fakt edhe para kursit e kishim sfidën 6 mujore, që na dhajnë sfidën 6 mujore në Instagram. Bile në tha atëre pregadituni, bleni disa gjëna, çka ju duhen, se 6 muj është kohë e gjatë. Edhe unë thash vetë me vete, thash, nuk blej. Me ato që i kam, thash, me ato do ta çoj deri në fund. E mbaj mend ishte dimër, edhe çizma nuk kisha, nisën me mu grisë se ishte sezona ku unë duheshe të blej tjera, edhe krejtë thoshin, me Linda çizma ti ki të koqtë dhe me dush me ndru. Jo, thosha, jam sfidë. Në periudhën e sfidës unë e kam marrë shumë dhurata, edhe dhurata shumë të mira. Thosha, prej ku po më vinë këto, vetëm dikuj që e kisha shumë të largët, veç kur e shifsha ta kanë dërgu këtë. Sikur ta di njerëz, atëherë na ceke, na the. Kanë mju ardhur dhuratat, me ato që keni nevojë vetë do t'ju vinë. Në fakt veç çizmat s'm kanë ardhur, po s'ka lidhje, dimri kaloj, e çova deri në fund. Po në kohën e sfidës unë kurseva shumë pare. Nuk e kisha ditë që, e di, më thëshin krejt ti je me 2 kuqe, e kisha edhe një shok për para dhe me këti bën si ato golfat të DI që janë me 2 kuqe bën shumë harxime. Nuk e kisha vërejt se unë e baj shumë harxime për 6 muj, e mbledha një sumë të konsiderueshme, ku në atë kohë isha edhe me një kurs tjetër për estetik, edhe vendosa ta hap sallonin e bukurisë. Edhe kur i thash burrit, po ti tha, tash unë tha duhet të finansoj, thash po unë i kam, thash disa mjetet mia. Kur ja tregova sumën, tha wow, po tha nëse i ke, tha atëherë tha dhe unë ndihmoj pak. E hapa sallonin. Punë kisha, mjaftueshëm punë, isha e angazhume, mirë po, prej punës që e kisha në sallon, nisa pak se normal kisha nevojë edhe për mjete, po kurset nuk munda t'i ndjek. Në akademi kur i kishim, më hikshin disa orë. Edhe aty e pash një mungesë. Thash prit vetëm pak, unë vërtet kam punë, jam e angazhume, po isha pak si tepër e angazhume. Atëherë u ktheva, e bora një sistem tjetër. Në periudhën kur i kam kurset, trajnimet, nuk kisha klient. I anulojsha ose i bësha sistemin që vazhdojsha vetë. Se e shifsha që diçka tjetër jem të kërku. Se ne jemi non stop në kërkim,
kemi nevojë për diçka, por nuk e dim se çka është. E kërkojmë një lumturi, e kërkojmë te dikush, te tjetri, fakt na mungon te vetja. Edhe prap nisa me kurse tjera, vazhdova, ndërkohë shkrimi i realitetit paralel më ka bë ndryshime të mëdha, edhe sallonin kur e kam hap, unë e kam shkruajt realitetin paralel. Edhe takimet me ty, po me ata do ta vazhdojmë mbas, ku e kam shkruajtën në realitetin paralel se unë më veç e kam hap sallonin, punoj, kam klienta, si ke kam paramendu edhe të njëjtën mënyrë e kom rregullu, të njëjtën mënyrë kam funksionu si që kisha imagjinu në kokë. Shkrimi i realitetit paralel, për krejt ata njerëzit e ri që më ndjekin, e keni në YouTube, shkrimi i realitetit paralel, mund ta shikoni të gjithë, e gjeni tek kanali im. Ka bën shumë mrekulli të tij, po do me të pyet diçka. Ma trego ma i lindën para se je kyç në akademi dhe mbasi që je kyç në akademi, sepse sot kemi këshilla, kemi video motivuese plot në internet, plot në YouTube, cili ka qenë dallimi ose çka ka ndryshuar te ti? Ma trego veten para dhe pasi që ti je vut në akademi. Me tregu veten, për vetës më vjen turp si jam sjell kur kam qenë para se të futem në akademi. Shumë emocionale, shumë agresive, kam ditë të jem edhe agresive, sidomos me fëmijët. E kam pas një jetë pak a shumë vitet e fundit shumë vështirë. Mu nana më ka ndru jetë për leukemis, ka qenë 7 vite me terapi. Unë me fëmijët vegjël, mandej në periudhën kam qenë shtatzane. Derisa kam pas vajzën e dytë, 20 muaj e kam lind fëmijën e tretë. Edhe me fëmijët jam sjell shumë keq. Në atë mënyrën, sidomos me vajzën e dytë, ndoshta e kam përdorur edhe dhunë, se nuk jam ndje vetë mirë, nuk kam qenë vetë mirë. Kam pas presione shumë. Mandej kam qenë një tip që kam dash shumë t'i bëj sendet krejt për një herë. Kam marrë shumë angazhime, shumë ngarkesa, edhe për një kohë thosha ndonjëherë, a mundem unë veten time ta bëj klon, ta klonoj, një këtu, një atje që t'i mbaroj punë. Kam mendu se t'jesh e zonja, duhet t'jesh shumë e ngarkume. Edhe të bësh shumë punë është ajo për një herë, është ndonjë sukses. Në pak kisha mendu gabim. Kur nisa në akademi, unë e kuptova se duhet plan. Duhet kemi disiplinë. Duhet të zgjohemi herët, të kemi kohë për veten. Unë zgjohesha 5 minuta, do me thonë me vonesë, 5 minuta para se mu nis, duhet edhe fëmijët t'i bëj gati, edhe veten, edhe normal, mandej isha agresive me fëmijët, se hajde ma shpejt hec, ma shpejt veshu, do me thonë këtë atë keqen e huqja te fëmijët. Po tash edhe fëmijët e kam vërejt ndryshimin tim, bile ndonjëherë bashkëshorti më thot, aman mo me këto kurse na lodhe vajza, i thot, bab, leje mamin shumë mirë është, a i shef sa është qetësu, as nuk na ban problem, bile jemi të kënaqur me këtë. Tash kam ndryshu shumë. Po edhe në punë kam më shumë disiplinë, e shoh edhe respektin prej tjerëve. Ndërkohë tash më avansum për një periudhë që nuk e prita që do të ketë avansime, sidomos jo unë. Më dhan një përqindje të madhe më shumë rokë. Dhe me thonë, ka disa ndryshime që unë i shoh, i ndjej edhe i krahasoj me jetën time përpara. Tash nuk duhet unë e përpara krahasojsha me tjerët. Non-stop krahasimin me njerëzit e tjerë. Tash njerëzit e tjerë thjesht ato e kanë jetën e vet, unë e kam timen. Po unë e shoh dallimin, e ndjej vet dallimin tim. Bravo, don guxim shumë të madh me dal para shumë vetave këtu edhe me tregu që kam gabu, që i kam godit fëmin, që e ke verejt dhe ky është fillimi i ndryshimit kur na e akceptojmë se nuk kemi vepru mirë, po pikërisht aty fillon edhe ndryshimi i madh, arsyeja është se
e ke vetëdisu veten, e ke vetëdisu se si e sill, e ke vetëdisu se si ke fol, e ke vetëdisu se si ke reagu. Majlita, çka të shtyni me arën e retreat dhe me ndodh gjithë ato mrekulli, sepse vërtet ka qenë mrekulli ajo se çka ne kemi përjetu krejt bashk. Siç e kam thënë edhe e tham edhe prap, nuk mundemi asnjëherë me spjegu retreatin, sepse është një diçka që don mu përjetu. Dhe ti e ke përjetu retreatin, e ke përjetu terapia që bëhen live, e ke përjetu energjinë që është aty, njerëzit që kalojnë komplet në dashuri, në lidhje, njerëzit që vibrojnë me energji të larta, që lidhen aq shumë sikur se njihen krejt jetën. Dhe trego se çka të ka shty dhe hajde na fol për ndryshimin e madh që ka ndodhur në retreat edhe pas retreatit. Retreatin, unë ka 2 vite që e ndroj me përjetu. Nuk e kam ditë se çka është retreati, çfarë ndjesi është, po e kam pas një dëshirë njerë të jem afër teje, ajo ka qenë dëshira ime, të shoh njerë prej afër, edhe pse ne jemi taku që e kam manifestuar edhe ata e kam manifestuar me realitetin paralel me shkrimin. Po retreatin 2 vitet e fundit që ke pas edhe në Turqi, edhe në Shëngjin herën e fundit, unë nuk kisha mundësi për shkak se kisha vajzën e vogël. Këtë vit, prej të kursi më duket të transformova veten, kam nisë të shkruaj. E kam shkruajt në realitetin paralel sikur unë më veç jam aty, me krejt emocionet, me krejt ndjesit. E kam ndjej retreatin hala pa ardha aty. Edhe kur e shpjegoj që kemi mu knaq, nuk e dini çfarë ndjesia është retreati, unë veç disi isha e përgatitur, po asnjëherë nuk më kishte shku ndërmend se është ai përjetim. Atë përjetim që e kam përjetu aty prej ditës parë, do me thënë prej momentit që kam shkel në hotel, hala pa ju taku krejtve, ishte një energji tjetër. Se tash mua edhe veç pindje edhe unë energjit, po energjia shumë e lartë. Edhe takimi i parë kur erdha, vajza më tha, mam, tha ti a njihesh ta me krejt, tha këto, shumë përqafime. Thash, jo, mam, nuk i njoh, thash, sot i takoj, thash, për herë të parë, mendoj, i kam njoft me emra dhe me fytyra, po jo kështu, live. Atje, nuk di, që thuti nuk ka fjalë, nuk kam fjalë ason. Nuk e di atë ndjesi, atë knatësi, me qëllimun edhe vajzën e dytë e kam marrë me vete, që ta ndjeje, ta shofë se çka është jeta në fakt, si duhet ne jemi në ditën, çdo ditë, jetën e përditshme. Kam liru shumë gjatë terapive, shumë, do me thanë blokadat i kisha pas sidomos me mamin, kisha pas shumë blokada, edhe disa blokada tjera, meditimet, me virusin që kemi pas një meditim, unë ata nuk e di atë përjetim, nuk di me shpjegu, se di njerëz da mujnë me më kuptu, unë dola komplet prej trupit, edhe përveç asaj, unë edhe ndjeva si kur diçka më doli jashtë trupit. Unë jam që 16 vite me psoriaz, me sëmundjet lëkurës. Nuk e kam besu se erdha në gjendje shumë të rëndë, do me thënë tepër të rëndë, ndoshta 90% e trupit ishte në gjendje të rëndë, po erdha me një besim se atje do të lirohem edhe shërimi do të ndodhë. Përveç asaj, unë edhe 2 javë para se të nisem për retreat, kisha një si ndezje, ngjis, sikur inflamacion, mandej me jo më thanë mundet tjetë edhe tumor, edhe duket sikur tumor, duhet hiqet. Edhe mjeku mu ma caktoj, tha me 22 maj, tha mundem tha të operoj, tha kjo duhet pa tjetër tha të hiqet. Unë nuk pranova. Thash jo, thash unë nuk mundem thash të operohem, thash a mundem mas 2 dite unë shkoj, thash për 24 të nishim në retreat. Pa kështu tha çka është ajo retreat. Ja shpjegova pak, tha ne mjekët tha vetëm thikën, tha e dim, tha nuk dim si se ndë tjera. Thash unë njerë kam e shku, thash në retreat, kur të thejem, thash dëgjojemi. Po tha unë tha shkojnë kin, tha mandej mos është vonë. S'ka lidhje, thash, kur të kthehesh, takohemi. E tash javën e ardhshme duhet mu taku me mjekun, po nuk e di ndoshta kam ja bo një surprizë se unë nuk kam prej ditës fundit në retreat, kur edhe e dhash lajmin,
unë nuk kam asnjë gjandër, asgjë në trup. Kështu që dy shërime, Ma tërqetë trupin, sepse ke dalë ditën e funit edhe ke tregu për dy shërimet e tua, për psoriazën unë e mora vesh mas 2-3 ditëve që ka fillu shërimi në trup, por që u largu edhe tumori, dhe më thonë ka qenë surprizë edhe për mu, edhe vërtet nuk e di, është janë ato gjanat mrekulli që na i quajmë që ndodhin kur na lirojmë emocione, sepse unë e kam thënë dikun kur ma sëmundja nuk e njeh personin, largohet pi trupit, sepse ma nuk i përshtatet ajo sëmundja atij personit. Dhe ti vërtet ke shkelqy shumë, ke qenë një super energji, ke vibru shumë lart, ke dhuru shumë dashuri, ke marrë shumë dashuri, ke liru me krejt njerëzit aty, sepse kemi punu edhe pjesën e nanës edhe pjesën e babës, kanë qenë shumë sinkronizime, shumë pastrime, shërime. Dhe unë vërtet jam shumë e lumtur për ty. Edhe jam e lumtur që po ashtu do jesh një mentore e arshme, do e bësh trajnimin që ne kemi në nëntor, që e bëjmë unë edhe Virusi bashk, për mentor, mental, mësues meditimi, edhe hipnoterapist, 3 certifikata, dhe ti do jesh në këtë grup, në një grup të vogël, një grup të fuqishëm, që ne do utojmë bashkë dhe do bashkëpunojmë në vitet në vijim, edhe vërtet jam shumë e lumtur për këtë. Valentina edhe një sen të harova ta cekim, që është shumë e rëndësi, për Sheribanen që ka sjell vajin, që ajo e ka përgatit për mu, enkas, vetëm për mu, se jemi ndëgju, vaja saj më kanë ndihmu shumë, edhe plus meditimet, dashuria e njerëzve, dashuria jote, unë asnjëherë në jetë nuk i ta pranu atë shumë dashuri, mendoj as për njerëzve më të afërt, familjes, jo më prej më të hujve që nuk i njoh. Gjithkush mundet me dhanë sa ka. Dashuria e sinqertë, do me thonë, krejt kishin shumë me dhanë. Edhe unë mandej kisha shumë me dhanë. E tash edhe këtu jap shumë dashuri, vazhdoj me dhanë, edhe për pjesën e mentorit, unë për atë kam provu çdo herë gjithçka, po këtë e ndjej se e kam mision, edhe e kam pa, edhe e ndjej, edhe e shoh që du t'i ndihmoj, sidomos sikur atëherë me virusin që shkum në gjimnas, edhe dhurum libra dhe e kishte një legjerat shumë fuqishme virusi me nxansit, du të përkushtojmë pak më shumë të fëmijët. Kanë nevojë fëmijët, sidomos në këtë fazë, në këtë gjenerat, kanë shumë nevojë për ndihmë. Ose unë zgjerë tham, ta kisha ditë unë këtë send kur kam qenë më e re, kush e di sot ku kisha mri. Po prap nuk është bon, për mua është tamam kohë e duhur, se unë do dash të kaloj në për disa sfida në jetë që të vedisohem, se në fakt pa u vedisu nuk mundesh edhe me marr hapa më të guximshëm. E tash transformimet e mia janë kjo, tash edhe po kyqem edhe në tjetër rrugtim. Kjo është një hap shumë i madh dhe jam shumë krenare me veten që kam mbritur deri këtu. Dhe shumë faleminderit prej teje për përkrahjen, domethënë mentore që të rinë gati në çdo kohë, që të kthem përgjigje më një herë, në çdo kohë je e mrekullueshme. Edhe ti e din që du shumë. E di. E ndjej, faleminderit shumë. Unë po du me të vetë diçka sepse shumë femna hasin në pengesa. A ke pas ti ndonjë pengesë? Natyrisht se kalojmë edhe në ato fazat, familja fillojnë me reagu, që është të bon tash kjo, në çfarë feje është fut tash kjo. Domethënë, unë mendoj që të gjithë i kalojmë ato, sepse jo të gjithë janë të gatshëm mu zgju bashkë me neve, po mendoj familja ose rrethi jonë. A ke pas ti pengesa dhe si ke kalu këto pengesa? Sepse i ndihmu shumë grave të cilat janë sot aty. Pengesa kam pas shumë, sidomos në fillimet e para. Prej ditës parë kur erdha në seminar, kur u ktheva, më njëre kisha një ndeshje me bashkëshortin se wow, ti ke dalë pi feje, ty edhe pak do të shohmi tu ngjit në përmure si Spider-Man, ku e di çka, edhe rrethi normal. Tallje, mandej këto trajnimet kur i bëjsha unë, kishim kursin e fundit inteligjenca financiare, kemi pas çdo ditë 5 ditë t'javës, ka 2 orë, 2 orë e gjysmë, edhe më vinte në dhomë, ku jeti, ala, edhe sa du zgjatë kjo.
nuk e kuptoj që kjo është faktikisht ushqim, unë kisha nevojë të mësoj më shumë, di më shumë, se unë që thot virusi 40 vjet kisha jetu gabim, s'kisha pas dije që do të më jetu. Edhe një moment që thash, o burr, thash, po kjo është ta njëjtën, nuk mundem më thash me ndërpret. Tash, sidomos tash në këtë fazë tash ku jam, nuk mund më kthim mbrapa. Ndoshta në ato fillimet ndonjëherë u kthesha një dy hapa mbrapa, prap vazhdojsha. Edhe po tash është stabilizu, e ka kuptu se e shef edhe ndryshimin tim, edhe çdo më thot mirë ti e ke gjetë zgjidhjen tënde, e ke gjetë zgjidhjen, thash, zgjidhjen se cili mund ta gjej, veç nuk është e lehtë në atë aspektin ballafaqohesh me njerëz, ballafaqohesh me mentalitetet ndryshme, po kur e don diçka e arrin. Ja vlen gjithsesi. Po, ja vlen. Sidomos në këtë rrugtim ja vlen. Ndryshimet që i kam bërë unë, që tham unë vetë jam krenare me vete, nuk pres prej askujt konfirmim ose, po buri edhe fëmijët janë të kënaqur. Ndodh çka ndodh, unë jam e qetë, bile ndonjëherë thot rafshi ke rati, je bo krejt rafsh se ki gajle për kurrë. Tash unë jam frekuencat e mia. Vërtet është thuhet që rezultatet flasin vetë. Kështu që të ti kanë folë rezultatet, edhe kanë folë krejt ndryshimet, shërimet, krejt ato që i ke bën ndryshimi yt me fëmin, ndryshimi yt me bashkëshortin, po mendoj raporti yt. Ndoshta edhe në punë, sepse nuk e kishe marrë një pagë prej 30% me njëherë, sa je tani edhe tek programi me meditimet, me shkrimet, po ashtu një pozicion më të lartë, apo e kam kuptuar? Po. Do të thonë, dy ndryshime për një herë në punë. Kjo është shkak i energjisë. Energjisë. Absolut. Kjo është, do me thonë, unë jam mundu çdo herë. Kam dhënë shumë prej vetes. Po kur është një energji tolt, Valentina ti bile mirë e dim, po edhe për tjerë që nuk e din, kush e di sa më mundue. Vetëm lodheni, ndoshta arrini një sukses, po ajo lodhja nuk ja vlen. Në zhvillimin personal, unë definitivisht shumë me lehtësi i arri gjanat. Po një që e bëj kështu rregullisht, shkrimin e bëj rregullisht. Me shkrim, unë e kam manifestu edhe pozicionin, e kam manifestu edhe me për rritjen 30%, se të ne japin 10-15, kisha marrën 10-15. Edhe po edhe me fjalë, fjala ka shumë fuqi. Virusi e cek shpesher, fjala ka fuqi. Vete kam thonë me gojën time, unë këtë muj para krejtve, kanë me ndan 30% se kam pas shumë punë. 2-3 herë. Edhe kur e prishmi letrën, tash unë e di. To krejt që din. E di, se kam thonë me fjalë, e di më tash fjala çfarë fuqi e ka. Edhe normal. Agjerimi në atë pjesën e ankesave, unë nuk e mbaj mend vetën mua ku gjatë kohë, ndoshta i kam bë 7 muaj ose 8. Gjatë është kjo 7 muaj 8. Asnjë ankesë. Nuk ankohem as për lodhje, nuk ankohem as se nuk ka, nuk ankohem për asnjë send. Do të thonë, bëhet, në rregull është, rrugës jemi, gjitha vinë, edhe vërtet vinë. Kjo është një tregues i fuqishëm i ndryshimit tanë. Gjitha këto. Valentina, unë kur i kam ndjek kurset, se tash kurse ndjekim plot, nuk tham që edhe shkolla ndjekim plot, po kam qenë e fokusume, mos tham 100%, po 1.000.000%. Çdo fjalë fletore kam shkrume, nuk e di, ndoshta 10-15 fletore që i kam mbush. Me çdo temë që kemi bë, edhe i kam përsërit kohë pas kohe, i shpletoj edhe i shoh ku jam, që normal se me kohë diçka haron. Përqëndrimi, fokusin e kam pas 100%, edhe te ti, edhe te virusi. Çdo fjalë më ka hyrë brenda. Jo vetëm me hyrë kënej vesh edhe me dal. E kam mbyll aty edhe e kam përpunu. Si edhe libri jetoj pasur, mos të haroj ata, se librat në fillim kam nisë pas seminarit, nisa të lexoj librat. Librin jetoj pasur e kam bërë hap pas hapi. Do të thonë, çysh e ke shkruajt aty që duhet kështu me bë, unë më njëherë. Mandej tjetrën pjesë, edhe për në atë periudhë, me atë libër e kam kuptu fuqinë se si duhet me parën me punu. Ajo është libër fantastik edhe ja uroj se cilit me lexu, po edhe kisha dash një mesazh
për krejt nanat, babalart, trit, fmit, gjithë zhvillimin personal të ndjekin. Nëse nuk mundem bërem të ndjekin në për YouTube njerë, fillim sa ta kuptojnë thelbin, se dhe unë më njerë nuk jam regjistru në akademi. Më është dasht pak kohë, edhe duhet shumë punë. Punë me veten. Se ne jemi mësu, i bojmë krejt punë tjera, po punë me veten nuk bojmë asnjëherë. E kjo është ajo fuqia që e kam marrë unë, kur ju kom kthy vetës. Mentori jam thot puno më shumë në veti se sa në punën tane, sepse ti e qaj personi që pastaj ki me pru më shumë rezultate, më shumë gjana. Unë gjithmonë tham, krejt ato që Valentina jep, që Virusi jep, që na në akademi japim, duhet me i përdor në jetën e përditshme, jo vetëm me i dëgju ose jo vetëm me i marr. Edhe në akademi kemi edhe ushtrime, japim detyra, ka programe, domethënë është një pasuri e madhe aty mrena. Njerëzit kanë qef me ble një diçka që e shojnë me sy, për shembull e ble këtë jastek edhe pesha, kanë ble diçka. Por krejt këto janë kriju nga energjia, krejt këto janë kriju nga njeriu, dhe njeriu sa më shumë e rrit veten, aq më shumë gjëra të bukura krijon për veten e vet. Dhe ti je dëshmitare, Sheribania është dëshmitare. Falenderoj shumë Sheribanën që ka qenë bashkëpunim i shërimit tan edhe i manifestimit tan të madhen që ka ndodhur në retreat. Unë vërtet jam shumë falenderuese dhe e lumtur që kam njerëz tillë në akademi, sepse edhe sot e mendova, thash, wow, çfarë njerëz të mrekullueshëm kam aty brenda. Dhe shumë bukur që i ceke gabimet e tua, i ceke edhe sfidat e tua gjatë këtij rrugtimi që të gjithë i kalojnë. Të gjithë hasim në njerëz të cilët na shajnë, na gjykojnë për rrugtimin që na jena te bo. Po në fund fundit krejt ata përfitojnë prej nesh. Fund fundit familja jote ka përfitu prej teje, fëmija tu kanë përfitu prej teje, bashkëshorti ka përfitu dhe ka me përfitu prej teje, sepse mjafton një person më rrit në familje dhe tjertë kanë me ndje dhe kanë me ecë, dhe sepse ti ke me fillu me bisedu ndryshe, ti ke me fillu me sill ndryshe, dhe ata kanë me pas një model, kanë me pas një shembull se ku me pa, dhe ti je ky shembull, dhe unë jam shumë e lumtur për fëmijën e tu, për rrethin tan, e sidomos për ty, sepse në fund fundit na jena prioritet, vetja jote, dhe sa ma mirë jena me veten dhe e cek edhe ti ma herët që ashtë ma mirë jemi edhe me krejt njerëzit tjerë. Po, Valentina, edhe ata cek se praktika që ka çdo duhet punohet me ato që janë në akademi. Unë kam punu shumë, edhe në praktik i kam zbatu, e kam provu, njerë e kam provu, mandej mo tash jam programu në ata se e di se e bëj këtë hap edhe bëhet tjetra, mo veç jam shumë prezente tash. Jam prezent edhe i vëzhgoj krejt situatat, edhe i ndjej, edhe jam me nivel krejt tjetër. Kështu që po edhe në rrugtim, gjatë rrugtimit, ta di njerëzit që edhe humbi di kanë tapërt, largohet dikush nga jeta, po ne i pranojmë me ato që janë në atë gjendje momentale, në atë energji. Faleminderit Majlinda. A keni mesazh për në fund për krejt njerëzit, ose ndoshta për femnat specifik? Do një mesazh që mund është timi ja u dhonë njerëzve atje jashtë? Mesazh po kam. Edhe kam shumë mesazhe, po një që edhe sot e përmenda me një shoqen time. Lumturinë mos e kërkoni jashtë. Se zakonisht ne mundohemi e kërkojmë lumturinë jashtë, mundohemi për tjerë me bëjë gjithçka që ato të na vlerësojnë. Lumturinë brenda nesh e kemi. Edhe kur punojmë me veten, e kuptojmë se ne jemi një fuqi shumë e madhe. Ne mundemi të krijojmë, jemi krijues. Ne mundemi të ndihmojmë, ne mundemi të jemi për njëri tjetrin, mundemi duhemi shumë, mos ketë urrejtje, mos ketë xhelozi, mos ketë mlleth. Po kryesorja, lumturinë ta kërkojmë brenda nesh. Faleminderit shumë Majlinda, faleminderit që ishe me ne, unë besoj se ne do kemi edhe një takim tjetër së bashku, sepse natyrisht kështu me këtë energji presim edhe shumë manifestime tjera, presim edhe shumë krijime tjera. Mi përqaf shumë ato vajzat e bukura që i kam pa në retreat, ajo vogla që non stop ka ardhur, ka përqaf kum ka pa.
Të falenderoj nga zemra për këtë intervistë fuqishme, për gjitha fjalët e tua. E di se ke inspiru gra, e di se i ke dhënë shpresë edhe dikujna që mundet mu shëru, pa marrë parasysh se çfarë ka në trupin e vet, nëse e lëshohet, nëse beson dhe natyrisht kërkon ndihmë, sepse shumë herë na po mendoj njerëzimi e kanë vështirë me kërku ndihmë dhe mundohen mi dal vet, po me një terapist, me një person tjetër mundesh mi dal ma lehtë, sepse nuk jemi vetën në këtë botë, kështu që lëshoni njerëz, besoni dhe punonin vete. Faleminderit shumë Ajlinda që ishe me ne. Faleminderit shumë Valentina, faleminderit prej teje njerë faleminderit që ekziston, faleminderit Zot që ekziston, edhe që ke kriju akademinë, edhe që ke as njerëz mrekullueshëm, fakti i ke tërheq vet ata njerëz të ti, se vet je mrekullueshme dhe ke tërheqën, edhe faleminderit që je afër meje, edhe që besoj që me rrugën tënde do të arrijë edhe unë të ndihmoj shumë njerëz tjerë. Faleminderit Ajlinda. Faleminderit shumë. Edhe unë faleminderit.